Ish kandidati i Partisë Socialiste merr 4.8 miliard lekë të ujësisë Lushnjë. Ish kandidati për deputet i Partisë Socialiste në Berat, Erion Këri ka ngritur një rrjet me kompani të ngjashme me 5 dën e drejtorëve të Veliajt. Kryesore është Arkon Studio SHPK, e cila ka qarkulluar për 10 vjet mbi 44 miliard lekë të tenderave publik. Pra, nuk është gjë e re fakti se në tenderin e fundit u skualifikuan të gjithë operatorët konkurrues përveç fituesit, Arkon Studio SHPK. Por ky nuk është një projekt i zakonshëm. Fondi limiti caktuar për këtë projekt është jo pak, por 4.8 miliard lekë. Më konkretisht, shoqëria rajonale e ujësisë kanalizimi Lushnjë kishte organizuar programimin me objekt të rrjeti ujësisë të fshatrave Zham, Gramsh, Konjat, Dushk, Thanajs, njësia administrative Dushk, Bashkia Lushnjë. Në tenderin e mbajtur më 12 qershor 2026 morën pjesë 9 kompani dhe bashkime firma, 7 prej të cilave u skualifikuan më njëherë. Më tej nuk kishte asnjë pengesë, prandaj me 13 korrik Arkon Studio Erion Këri të shpatur automatikisht fituesi. Në këtë procedurë, Këri bashkëpunon me Konstruksion SHPK të Alfred Brahimit në raport të 63 me 37% pjesëmarrje në kontratë. Ky tender është firmosur nga drejtori i ujësisë Lushnjë, Klajdi Shkurti, i cili është një nga njerëzit e vendosur në këtë detyrë nga ish kryeministra Belinda Balluku. Edhe herë të tjera, Shkurti ka vepruar në mënyrë të telekomanduar në tendera të tilla. Këtë radhë, me sa duket, Balluku e udhëzon përmes ministrit të energjisë dhe infrastrukturës Enea Karakaçi. Për të thuhet se është vendosur aty me ndikimin e Ballukut tek Rama. Në këtë shoqëri, rëndësi nuk kanë rezultate, por vetëm të firmosësh tendera të tilla në favor të rrjetit të ngushtë të biznesmenëve dhe zyrtarëve përfitues të rilinës. Vetëm kështu mund të shpjegohet se si mbahet në postin e administratorit Klajdi Shkurti kur shoqëria është e zhytur në humbje. Përveç kompanisë Senka që nuk ka pranuar të bëhet pjesë e farsës, duke mos paraqitur ofertë, të tjerat janë skualifikuar për kriteret të diskutueshme. Edhe disa kompani serioze që mund ta fitojnë tenderin me ofertat e tyre nuk kanë paraqitur as formularin e deklarimeve as sigurimin e ofertës. Domethënë, këto janë pjesë e farsës dhe me vullnetin e tyre janë larguar nga gara. Sipas Open Albania, në platformën e AIS-it, gara është shënuar me flamur të kuq, që do të thotë risk për korrupsion dhe dyshime për favorizim fituesi. Nëse në tender do të ndiqeshin rregullat që burojnë nga ligji për prokurimet, rezultati do të ishte i ndryshëm dhe buxheti do të kushteshin afro 1 miliard lekë. Kështu, kompania Andregjoni SHPK ka bërë ofertën 318.4 milion lekë. Llazë SHPK ka propozuar ta bëjë këtë punë për 377.7 milion lekë. Liçeni 7 ka bërë ofertën 400 milion lekë, Agikons 418.6 milion lekë, por bashkimi i kompanive Arkon Studio dhe Konstruksion fitoi me ofertën më të lartë, 449.1 milion lekë. Një pyetje e rëndësishme na lind duke parë manipulimin në tender. A do të shkojë ujë të bagnuar tek këtyre fshatrave? Njësia administrative Dushk ka në përbërje të saj fshatrat Dushk, Zham, Gramsh, Konjat dhe Thanasaj. Sipas projektit do të shpohet pusiri, do të rindërtohet depoja dhe tubacionet. Korrupsioni ka kafshuar tashmë projektin. Prandaj banorët duhet të hapin sytë dhe të kërkojnë cilësinë dhe afatin e dorëzimit. Por kush janë biznesmenët që përfitojnë nga ky tender? Në vitin 2014, krenar Dila me origjinë nga fshati Kolonjë i Lushnjës regjistroi në Tiranë kompaninë Arkon Studio SHPK. Kompania ishte modeste në fillimet e veta, derisa erdhi momenti që do të shënonte pikën e kthesës. Më 26 tetor 2017, krenar Dila ja shet Erion Kërit 50% të aksioneve. Erion Këri do të jepte më njëherë crescendo xhiros së kompanisë. Krahas tenderave publik, Këri fitonte me favorizim nga zyrtarët. Kompania kreu disa manovra që fshehin para dhe burimin e të ardhurave. Kështu në vitin 2019, kompania krijon një firmë e emrin KEG. Pas disa muajsh, Elion Matja bëhet aksioner me 33.3% tek KEG SHPK. Matja ishte një nga drejtorët e Bashkisë Tiranë deri para pak vitesh. Kompania KEG SHPK pati një hyrje të fuqishme me njëherë me xhiro të lartë për shkak të tenderave të fituar. Në fakt, u bën disa manovra me pronësinë, ndërsa administratori i kompanisë ishte Elion Matja. Kështu, aksionet e KEG i kaluan Sokrat Kërit, babait të Erion Kërit. Ky është një inxhinier pyjesh dhe drejtonte shoqatën rajonale të Kullotave dhe Pyjeve. Në vitin 2021 ka sërish një manovër me ndryshim pronësie. Kompania i kaloi familjares së krenar Dilës, ndërsa në vitin 2023 do të bëjë lëvizja tjetër. Kompania KEG përthitet nga Arkon Studio. Në nëntor 2020 vjen afera e radhës. Erion Këri bashkë me Elion Matajn krijojnë kompaninë ndërtimit Arkon Kontraktor. Në janar 2021 krijohet kompania 44 Invest 2021 me administrator dhe ortak Edion Hila. Ky i fundit është djali i deputetit dhe ish kryebashkiaku të Vallë të Dejës Zef Hila. Po ashtu motra e tij Josefina Hila punonte këshilltare presidentit të Republikës. Ajo që bie në sy është kapitali themelues i kompanisë. Janë 783 milion lekë, ku 1/3 i ka vendosur Hila. Nga sketa e pasurisë së Zef Hilës, në 2016 mësojmë se i bie nuk i ka pasur këto të ardhura, pavarësisht disa deklarimeve si shitja një makine, qiraja një objekti, paga e tij dhe shitja aksioneve të një kompanie. Me sa duket, Hila ka pasur nevojë të justifikojë pasuritë që vinte babait si zyrtar i lartë i shtetit. Hila regjistroi 4 kompani në këtë kohë, duke përpjekur të japë biden separat i bënte me biznes. Ndërkaq, Arkon Studio do të futej në aferat e Zamir Manes, duke bler prona që në fakt mund të jenë operacione për të mbuluar pronarët e vërtet. Më 12 maj 2022, Green Coast i shiti Seaside Hotel kompanive Arkon Studio dhe Brunes Invest me pronar Geron Çela. Në këtë mënyrë, Erion Këri ka ndërtuar një sistem kompanish dhe bashkëpunimesh që është më sofistikuar se sa kompania 5D Konstruksion, që krijuan drejtorët arrestuar të Erion Veliajt. Ju kujtojmë se
në prill 2024, SPA ka aprovuar se disa ish drejtorë të Bashkisë së Tiranës, mes tyre Redi Molla dhe Mariglen Qato, ishin pronarë de facto të kompanisë 5D Konstruksion. Ky subjekt ka përfituar në bashkëpunim me kompani të tjera rreth 30 milionë euro tendera nga institucionet publike, kryesisht nga drejtori i Varësisë të Bashkisë Tiranë, disa nga të cilat në periudha të ndryshme janë drejtuar nga Molla dhe Qato. Hetimet kanë provuar gjithashtu se shumica e tenderave janë përfituar në mënyrë të parregullt, pa plotësuar kriteret. Në bashkëpunim me firmën 5D ka marrë tendera edhe kompania e konstruksione Alfred Ibrahimit. Ky i fundit është ortak me Erion Këri në tenderin e ujësjesit Lushi. Fondi 4.8 miliard lekë ka rënë në dorë të dy ustallarëve që dinë të pastrojnë lekë të korrupsionit të zyrtarëve. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.